Alo, mirëmëngjes. Ala mirëmëngjes. Si je sot? Mirë, faleminderit. Jo, si po kalon, e? Mirë, faleminderit. Emri juaj është Valon. Valon. Për Suedis. Valoni prej Suedis. Valon kolpe thirrëm. Thirrëm Axhën tem, Axhën, emri Axhës. Dibran, Dibran Bjamri, Isufi. Isufi. Bukur. Po. Ai i gra ka pak biciklës, po lëvdohet shumë. Vedën i gra është na 5 metra atë kompozitat 20 kilometra i kam gra biciklën. E zmadhën, a? Edhe po. Edhe çaja është shumë interesante. Edhe them jo thoni po dëna më tash për bly një bicikëll ose në pana i garë ose atë lidh me jo. Ku jeton Axhan? Fal, ku jeton? Mitrovic. Okej, na të thirrëm nga komuna e Mitrovicës me dëmek me shpall biciklistin e vitit. Po. Okej. Le numrin e Axhës në regjist, tash e thirr. Po, hajde, kalosh një. Të lëju që thashtu. Biciklisti i vitit. Biciklisti i vitit edhe s'është problem, ja voni bicikëll 3. Për 17 shkurt, thojna kena me bëni fandarje të Kena një ndarje çmime, bravo. Po. Më ia dhoni një bicikletë elektrike këtë rast. Drejtoria e sportit, po bravo Xhuz. Një bicikletë elektrike më thonë. Okej. Me vlerë 2000 euro. Okej. Ose harroj sa elektrike. Elektrike. Po se ky si vozit 500 metra që na bën 20 kilometra e smallë. Me elektrike është ka 20 kilometra vet. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po bisedoj me Dibran Isufin. Po. Këtu janë behari po thirrën nga drejtoria e sportit komunës së Mitrovicës. Po. Si je Dibran, a e mirë? Mirë, faleminderit. Ju jeni mirë? Mirë, apo lodhme? Po valla, ja, po kalojna. Ju jeni mirë apo lodhme? Mirë, me shëndet familja vet. Mirë, faleminderit. Mirë. Dibran, kështu tash është festa e pavarësisë me 17 shkurt. Po. Kemi me bo një farloj ndamjen komun për disa qytetarë të cilët kanë jep kontribut edhe shembull për komunën tonë Mitrovicës. Këta qytetarë nuk e kanë pas idenë që janë kështu në vëzhgimin tonë. Po. Juve kemi vendos me ju shpërbly ose me ja nda çmimin si biciklisti i vitit. Pra ju kemi pa që dilni me bicikletë shpesh. Po. Kisha pas shef që me 17 shkurt me ardhën komunë të Mitrovicës edhe e ki fitu një bicikëll elektrike ku mund është me bo deri 20 kilometra shumë ma letë. Po. Atër të pres me 17 shkurt në orën 12 me ardhë çmimin biciklisti i vitit nëse ki me vesh edhe biciklisti i shkon hala ma interesant për publikon edhe për fotografi nëse mund është me ardhë pra në komunë. Me 17 shkurt? Po, me 17 shkurt për pavarësi. Po. E ndërgjëm, për kaj po thirrni jo? Prej Mitrovicës, unë jam behari. Për drejtorisë sportit, po. Edhe behar mos keni gabu numrin se çfarë bicikëll po qysha se. Po Dibran Isufi, na të kemi pa me bicikëll shpesh që po del. Allah, mos po gaboni bre se une bicikëll nuk vëziti. Unë jam invalid o burë. Urna? Unë jam invalid. Unë e vërpes një karrot që ma vinë me rrymë. Edhe unë mendova mos më vini tjerë për qatë punë. Jo, atër, Valonin api një prej Suedis? Valonin e Suedis? Një pyet. Po. Një pyet nga tha me ta bo këtë hajgare, që mu nuk më pëlqen fakt, është Valoni cilë... Jo, loja më në një proteze kom gjitë njëm të pritë vesh me në gjitë tjetërën. A ki Valonin e? Po, më kam premtuar për një karrotë, dhe më thonë elektronike. Wow. Në menova për qatë punë që më vine tjirë. Dibran Isufi... Ma skryt pak. Disponime. Kështu na api radio Dugazhini për të regoj edhe kena rubrikën me nguc dikon edhe... Valoni një pyet, tha me të nguc. Me të nguc, kështu që kjo nuk vjen prej neve, po vjen prej nipit tonë.
E na tash po provojna me thirr Valonin në telefon edhe me diskutu, Unë po. kitë gjendje më thirr për bicikl. Po, ja, kjo është e tmerrshme. Kjo është e tmerrshme, veç nuk po vjen keq që pas kësi nipi. Sinqerisht, e juve ju dëshiroj me pas shëndetin, se s'ka lidhje karros me racion me pas shëndetin edhe me pas shpirtin në vend që thojnë, se edhe na kena pra si punë edhe jam pozit pa lakmushme shumë se s'po dija që më reagua dhe tepër kam një Jo, keq. valla veç për të kallëze mu, aty më bashkë një keq se unë bashkë më të prit, një donator më kanë thirrë, më kanë thonë që ma qërë një karrozë dhe më thonë elektronike. Atër, sa përket kësaj karrocës elektronike, une ko më marrë me këtë çështje personalisht, edhe po besoj që edhe përmes Editës është e cila i ka edhe kontaktet e saj, na mujna me ta siguru sa ma shpejt. Okej. Pra këta çka mu me bo, pra është kjo që unë kom e provu me bo, po. Se nështë këto hajgare buon veç. Ja, kjo ka ardhur për Valonit, Kjo hajgaret ka ardhur për Valonit, jo prej neve. Jo, kjo prej Valonit, prej nipit tan. E kjo pra kjo është shqetësuese. Kështu mirë po saj përket kësaj biciklës elektrike, ne do të provojmë për karrocës, pra do të provojmë gjithçysh me ta siguru ty si donacion. Faleminderit shumë për shëndes, nëse mundin me thirr Valonin gjithçysh në telefon, pak mu sharu me Valonin. Se kjo nuk është hajgare. Jo, kjo s'është hajgare, jo, definitivisht. Apo dhe kjo Nuk është bëhet. Nuk bëhet kjo hajgare. Bollën e giza kena humorin e ron. Boll ama deri që pik, nuk më brina edhe nuk lejoj edhe nuk toleroj. Po, hajde Valon. Qysh ban njëre hajgare kështu me azhin e. Alo. Valon, a ngove? Ona? Valon apo mnin? Po. E therëm Dibranin a. Po. A ngove? Po e ngova. E qysh Valon kështu? Po. Ashtë emisioni mja pris ditën dikujna dhe mja ndres dikujna. Po bre, veç që nuk bëhet hajgare me njerin. Pa hajgara është nuk është invalid, pa hajgara është gjithë shka është loj, veç jo prisi ju. A jo dhe me neju neve me na prish ditën a? E fort të kuna. Ej, bravo. Fort, për sen ma të fort s'keni bo asë njerë. Bravo. E, a dis farë cikletin këni shtive, a dis o keq që niva, o barë. Po që Tere, tere. O bre, o jom deg, Bravo. jom deg bre të kjesha, jom deg të kjesha. Bravo. Po vret, s'djaj du mëshirëm ka mirë, për jom skus për marës, do me po se u blokova, ku koni shumë ndryshëm kësë sanë, o zët. Apo bunesh mu këfil. O zët, Pasha zotë. bravo ju koft, Dibran Te presëm Dibrani, presë e tu e Po, thirë. Alo. Dibran. Apo kujtoni që veç ju, dini me bu hajgara. ja, Jo, perfekt. ja u kry. Kjo do me thonë pres që moj gerab stand-up, me gizën sen ma fort nga ka Sta ndonë. ka ndodhë asë herë. Edhe falderit që bëne, ta Valla, halli kina po. që mi u buzë të ashtë. Jo, perfekt, bravo. Bon edhe ju, a? Bravo, perfekt. Valon, Dibran, kur do që jeni në Prishtinë bashk, na bëni follow në Instagram ose Facebook, Gelson Zajzim Rezhepi, me dalë një drejk ja u kena bërës. Kizmet, kur na vjen edhe Valoni. Gjithçysh, Valon, kur gjithçysh. vjen gjithçysh me thirë, edhe se na keni lujtë, lojën, mirë. Jo ves neve, po dhe regjia për masë me Edhe dëgjus të kretë se janë nësën më shkru. E kanë hongër forën. Ka sa ka tu. Bravo. Për kitë mëngjes. Bravo. Për kitë mëngjes. Ej, bravo, ja o zemrën, ma të mirë. Kaloshët mirë, Ciao. kaloshët mirë. Ciao. Hajde. Ku çfarë sikletin kanë shti, a? A di që e prit që kur po thot po bëj hajgare. Ja, tash. Valloj po, se garantu më ka pas që kesha ka pak mikrofon, po menoj që pe pres. Ja, në hina tonë, e Po, honë forën krejt. e prit që po s'kesh sigur. Trap, kur e nalim telefonin dhe është le, thash se pas ka deviju emisioni. O,